normal, dhe më thonë, në mendoj që Agim Aliu e ka fitu herën e parë Gjelonin, kur e ka hjek shikun. Ferizojin, kur e ka hjek shikun nga gara për Ferizojin. Ka dalë, se ti, do më thonë, me një shofer të autobusave kena pas mujt shikun. Zdjetë këtë të shoferi autobusave në Gjermani, e kena pas mujt shikun në Ferizaj. E, ka qenë marveshje. Ja, s'ka qenë marveshje. Për shoferi autobusave në Gjermani, u bo kryetarin e të kësë Ferizaj. Dhe më thonë, Agim Aliu e ka ditë që pa hjek shikun se fiton Ferizojin. Dhe Ferizojin Agim Aliu e fiton vetë, e ata që po thu të shik, ata mundën me dojnë fotografiju me ta. Po e fiton vetë. Qatë ditë që Agim Aliu t'ja len shikun Ferizojin shikut që po thu ti që po thu, e hu Ferizojin. Mitrovica s'ka lidhe, nuk ka gare shikut, s'ka qenë kur gare shikut. Mitrovici kini tut gatë me Sami Lushtakun, ajo tutu hjek para 4 vjetë se fitonim ato. Tash, Faton Peci ka qenë kandidati i vetëm konkurusja ka pas levizja vetë vendosi me qitë Mitrovic. Nuk ka pas tjetër. Agim Bahtiri, që për e konsideroni ju që është figurë në Mitrovic, që ka vot, e ka hub zgjedhjet e kalu me pa balotash dhe u anku që e ka sabotu partia. Pra tash ju pëthoni që Agim Bahtiri e pas ka sabotu Fatonin dhe se këndemja pas ka hub. Kush ka të tërë sabotusi? Armen Muja. Qfar baze elektorale lokale ka Armen Muja në Mitrovic? Ku e dini? Asun se di cëll është. Unë nuk e besoj që e ka, po jena të folë për besime. Pra, rezultati i sotëm i Faton Pecit nuk është rezultati i bojkotimeve të brendshme, sigurisht që mundët që ka pas. Që na i votja ka hupa Agimi, na i votja ka hupa potencialisht Armendi, na i vota i tjetri, po ta shtohet pyetja pse ke marrë ti këto vota, pse ke bim ti këta njerëz, se ngarë gjithë dikush ta hup na i vot. Pra, Faton Peci ka qenë kandidati i vetëm i fortë që ka mujt me qu Albin Kurti në Mitrovic. Vetëm Albin Kurti, Faton Peci dhe një pjesë e analistave studiove televizive të Mitrovic në Prishtinë e kanë menuar që Faton Peci atje e ka garin e fituar me sigurt. Se jo nis me Fatonin e Prishtinës. Me Fatonin e Prishtinës. Ndërkohë që gara në Mitrovic edhe qatë ditë kur u shpoll Faton Peci ja u kum thon këto në studio televizive o kështu, gara nuk është atje e fituar në start, nuk është e mundshme, sepse ka matematika regionale të thatë nuk e bojnë gore. Në qëfë se një kandidat i PDK-s e merë votën e PDK-s, nuk mund është me mujtë letë PDK-n. Së mund është me shkuti atje me thonë e fitojnë ato me balota me dur në gjepa, me 60%. Pra, u ditë që ka me qenë gare ngusht dhe nga matja e parë që u bonë Mitrovic, gara ka qenë ngusht. Që këtë dalim s'ka qenë, po gara ka qenë ngusht. Që këtë dalim u bo, ty e njoft njerëzit kandidatin e LDK-s dhe PDK-s dhe ty i bo gabimet Faton Peci shtesë. Por nuk u kon fitus Faton Peci. Studio televizive kanë thonë njerëzia fiton Faton Peci. Edhe Albin Kurti ka menu që i ka thonë 70%. Dhe Fatoni ka menu që mundet mi fitu ashtu. Po se ka pos ato të moton kërka. Veç e ka pos bindje, pritje. Se ka thonë ka hini djali i ri. Por ky djali i ri performoj në fushat zgjedhore dukshëm ma mirë se Faton Peci dhe ja kështë e ke rezultatin këtu që e ke. Natyrisht që ky rezultat... Ka ditë mi bo për veti njerës. Ky rezultat është edhe në... Edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sot të ke gzim të akullin me 4.4%, se ka një marrëveshje, flitet që ka një marrëveshje të ditëve të fundit, ku kanë vendos me hi edhe në bashkëqeverisje mas dhe një vote kanë qu direkt ka kandidati i PDK, sepse nga ky rezultat 55.9, ky nuk u prit. As PDK se ka prit atje. Se ka prit as Bedri Hamza. Se ka prit kërkush, do me thonë. Pra, që ky rezultat është, dhe pajtuve me i merin, në këtë garë e ka hup Albin Kurti. Faton Pecin e ka shtin këtë garë Albin Kurti, fushatën në Mitrovic e ka uheq Albin Kurti, i poshtë dje portalet 4 hera, 3 hera, 4 hera, shkon djevish djenë Mitrovic. Në nxez drejt dorë. Edhe not. O, mirë, mi thonë më shka Albini, se po gëtë ti e kajtut njështë kur po shka në tje. Se që ka shpak nuk u dash me ra Fatoni. Në matjen e, Ermal, matjen që e kom një të muajit, matjen që e kom një të muajit korrekt. Rezultati ka qenë afer me 0.5% u kondalimi. Qërë kështë e ke rezultatin shtash? E ta zhut me vesh qarë puna. Levizjave të vendosme dhe të regu, qysh është e mundshme me ra kandidati të me mi 7% nga matja e korrikut. Mitrovica në fest, Drondin Bilukbashi, hajde regjia, Dori, po më dëgjën. Televizionit nuk ka gjithë, exit polli e publikuar nga Klusi dhe nga UPO Consulting e ka shkaktuar këtë atmosferë në Mitrovic.
e shpalli fitues Arjan Tahirin me 55.9%. Dhe si shihet ki gjithë kjo egzaltimi masës të zbërë për shkak të rezultatit të publikuar nga ne, gjë që na shton edhe personalisht. E gjithë kjo atmosferë është duke bizotruar me muzikë, fishek zjarre të shumta. Është dashur të intervenoj edhe policia e Kosovës për këtë situatë dhe trafikit të shkaktuar. Po ashtu ju njoftoj që në ora 22 Petri Hamza ka thirrur takim me qytetarët tek salla Minatori. Mirë. E paralemroj festën tek Minatori. Ajo çfarë vlen të theksohet është që a e kena Mitrovicën në raport me po du mja kësuj fjallën Astridit, po më interesën nëse regjia e ka në raport me votat për asamble, me përqindit për asamble në Mitrovic. Është edhe një gjë shumë e qytetshme që ka ndodhur në Mitrovic. Atje Mitrovic u konë edhe në asamble herë në kalu me PDK-ja para. Po, a din sa është tash? Se ditar, veç nga më një fjallë kom. Mbi 50% Masi e kena, Mbi 50% është në asamble. Ka bohatoja, tash ngom që apo 50 që për të spjegoj 51.4, 28.5% në vetëvendosje. Visi deklarat, Ermal. Visi deklarat me japi dhe del aty. Fatën Pecin, Hajrullah Qekun, i ka djeg në skar të gjallë, Albin Kurti. Qikaq, që këj njeri i ka djeg të aty. Glau konju se u ka dzuj meshën, se ka pranu mu djeg në skar në Prishtinë që i ka kërku Albin Kurti. I ka u ku i ka dzuj meshën. Këta dy kanë thonë kanë hitur, hajtë se fitojmë na. E që ku jeni tash? Keni ka bim. Ekma. Si pas menimit. Jo, ka kërku, të dyve.